është materializmi. Është materializmi që ka marrë për gryke njerëzit. Është paraja, dëshira për të bërë para sa më shpejt, dëshira për të pas, sepse mendon po të ketë do të thotë se do të menaxhoj, e do të ketë në kontroll situatat. Sepse faktikisht kështu duket sikur funksionon jeta e kësaj bote. Se njeriu po pat paran ka gjithçka. Po njeriu me para nuk e blen dot lumturinë, nuk e blen dot gëzimin, qetësinë. Me para nuk e shkruan dot fatin e tij. Për këtë arsye, nuk është se kemi alergji ndaj dynjas, materializmit apo paras. Por problemi është kur ajo pushton zemrën e njeriut, kur ajo pushton mendjen e njeriut, kur ajo bëhet synimi dhe objektivi kryesor. Dhe lind ajo sëmundja e krahasueshmërisë, konkurrencës. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam një herë ju thot shokëve të tij, a i dini tha se është puna, unë nuk kam frikë tha se do të varfëroheni apo do të vuni për bukën e gojës, po ta shqiprojmë shqip. Frika ime më e madhe është ta se bota do të çlirohet në duar tuaja e do t'ju derdhen çelësat në duar e ju tha do të filloni konkurrencën. E do të bëhet kjo botë, kjo dynja, shkak për shkatrimin tuaj, ashtu siç u bë shkak për shkatrimin e popujve përpara jush.